Siç e dini, jemi te letra Romakëve kapitulli 8 dhe po flasim së bashku nga ky kapitull si të fitojmë mbi mëkatin, mbi veten tonë me anë të frymës. Shpresoj që keni hapur Biblën tashmë atje. Por duhet të filloj me një pyetje kryesore, një pyetje themelore që secili prej nesh dua që në këtë moment të mendoni për veten tuaj. Pra, pyetja është kjo. Ju drejtohem të gjithë ata që janë krishterë, për ata që njohin Krishtin si shpëtimtar dhe Zot. A luftoni ju mëkatin tuaj personal dhe si e luftoni ju atë në jetën tuaj të përditshme? Pra, pyetja është pak a shumë kështu. Çfarë jemi duke i thënë vetes kur luftojmë ne me mëkatin ton personal? A i themi vetes këto fjalë, për shembull: nuk mund të mëkatoj sepse do të më dënoj Perëndia. Ose kjo gjë që unë do të bëja është kundra parimeve të mia të krishtera, prandaj nuk e bëj dot. Ose mund të themi, nëse do ta bëja këtë gjë, kjo do të lëndoj njerëzit në jetën time, njerëzit që janë rrotull jetës time. Ose kjo gjë do të më turpëronte, do më nxinte faqen, për shembull. Ose të tjerë do të mendojnë keq për mua. Nëse zbuloj njerëzit që unë po bëj këtë gjë ose do të bëj këtë gjë, njerëzit do të fillojnë të mendojnë keq për mua. Ose dikush mund të thotë, kjo nuk është gjë e mirë për mua sepse pak a shumë e njëllojt me këtë që përmenda pak më parë, kjo i prish imazhin vetes time. Pra nuk do dukem më njëri i mirë, i pranueshëm. Ose dikush do thoshte, nëse do ta marrin vesh të tjerët, pra me fjalë tjera, do të marrin vesh njerëzit se çfarë do bëj ose çfarë kam bërë. Ose dikush mund thotë që do më vras ndërgjegja, do zgjohem në mëngjes edhe do më vi keq për veten time se çfarë kam bërë. Tani, mund të ketë dhe mënyra të tjera që ne përpiqemi faktikisht të luftojmë mëkatin duke i folur vetes tonë. Edhe mund të ketë edhe të tjera. Tani, disa nga këto, ose të gjitha këto që unë përmenda, mund të jenë të vërteta, por ajo çfarë ne do të shikojmë së bashku nga fjala e Perëndis, nga Romakëve kapitulli 8, vargjet 12 dhe 13, do të shikojmë që këto nuk janë të sakta. Ose janë të papërshtatshme për të luftuar mëkatin ton personal. Në fakt, ne kemi mësuar të Romakëve 7, nëse mbani mend, ne kemi mësuar të Romakëve 7 që besimtari vazhdon të luftojë me mëkatin në jetën e tij të përditshme, por çfarë thot Romakëve 7 është që ligji, pra kjo mënyrë që unë përmenda pak më herët, kjo mënyrë të folurit, domethënë për të mundur mëkatin në jetën tonë, është pjekja jonë me anë të ligjit për të mundur mëkatin në jetën tonë. Por Romakëve 7 na thotë që ne as nuk mund të shpëtohemi me anë të ligjit, as nuk mund të shenderohemi, as nuk mund ta mundim mëkatin me anë të ligjit. Edhe në fakt, në ekran ju keni një varg themelor që e kemi parë tashmë te Romakëve kapitulli 6, edhe apostulli Paul mëson neve që mënyra vetme se si ne mund të mos ta lëmë mëkatin që të ketë pushtet mbi ne, është pikërisht ajo çfarë na ka treguar tashmë te Romakëve 6:17. Në fakt, thotë mëkati nuk do të ketë më pushtet mbi ju. Pse? Sepse nuk jeni nën ligj, por nën hir. Pra që të mundim mëkatin ton personal, ne duhet kuptojmë që nuk jemi më nën ligj, mungon një nën aty, nën ligj, por nën hir. Pra nuk është thjesht ne themi, okay, nuk jam nën ligj, jam nën hir dhe tani e kuptoj. Jo, ta kuptosh thellë këtë gjë dhe kjo gjë ti është ajo mbi cilën ti operon në jetën e përditshme për ta mundur mëkatin. Edhe do flasim më shumë për këtë sot. Por shpresoj që keni hapur Biblën te Romakëve kapitulli 8. Dhe sot do të fokusohemi pikërisht tek Romakëve kapitulli, pra Romakëve 8, vargjet 12 dhe 13, dhe
mesazhi kryesor do të jetë pikërisht që keni në ekran, vriteni mëkatin çdo ditë ose do t'ju vras. Nuk e di, nuk keni shumë zgjedhje, si mendoni? Ose do t'ju vras, ose do ta vrisni. Jo. Edhe në fakt le lexojmë këto vargje me këtë në mendje. Apostulli Paul thotë kështu: prandaj, vëllezër, ne jemi debitor jo të mishit që të jetojmë sipas mishit, sepse po të jetoni sipas mishit, çfarë do ndodh? Po të jetoni, thotë, sipas mishit, do të vdisni. Dhe nuk ka fjalën për vdekje fizikisht, nuk e ka fjalën për vdekje fizike, e ka vdekje të përjetshme, ndarjen e përjetshme nga Perëndia, por thotë, nëse me anë të frymës thot i bëni të vdesin veprat e mishit, veprat e trupit, po dhe mishit, njësoj janë, ju thot do të jetoni tani, pra jetë që do të shikojmë, por jetën me Perëndin, përjetësisht me Perëndin. Le të lutemi së bashku përpara se të shikojmë më tutje. O Ati dashur, ne vim në praninë tënde të shenjtë, dhe ne duam të falenderojmë që Ti na ke zgjedhur neve para themelimit të botës. Falenderoj Zot që na ke vënë në Krishtin, falenderoj që dërgove Krishtin të bëjë flijim për ne mëkatarët. Dhe falenderoj Zot që Ti na ke hequr nga mishi dhe ke na vënë në frymë, dhe falenderoj Zot që përmes frymës ne mund të mundim mëkatin. Po lutem mesazhin e fjalës sot na fol përmes saj. Na hap mendjet tona. Na zbut zemrat tona, ndryshoj zemrat tona. O Zot, me gjitha ne duhet shohim lavdin tënde. Na zbuloj lavdin tënde përmes fjalës tënde, me anë të frymës tënde të shenjtë. Na fol përmes fjalës tënde. Na ndryshon, na bëj si birit i dashur. Që të jemi më shumë si ai dhe të jetojmë më shumë si ai. Në emrin e shmuar të cilit ne lutemi. Amen. Siç thash, në thelb këto vargje çfarë po na thon? Vriteni mëkatin çdo ditë ose do t'ju vras. Tani, ju besoj se mbani mend te Romakëve kapitulli 7, vargjet 14 deri 25, çfarë kemi parë është që një krishter megjithëse është i çliruar nga pushteti i mëkatit, nga natyra e tij mëkatare, megjithëse ne jemi pra çliruar nga një natyrë që është nën mëkat, jemi në një natyrë të re dhe që dëshiron të bindet dhe mund të bindet Perëndis, por megjithatë Romakëve 7 na tregon që kjo nuk do të thotë që ne nuk luftojmë më me mëkatin. Atje mësuam që betejja me mëkatin ton personal do të jetë një betejë e vazhdueshme derisa të jemi me Krishtin. Jeta krishtere ne kemi mësuar që është shenjtërim, pra është një proces shenjtërimi i përditshëm, dhe në këtë proces, pra çfarë ne kemi parë edhe Romakëve 7 dhe çfarë do të shikojmë edhe sot nga vargje 12 dhe 13 është betejë me mëkatin, e vazhdueshme, e përditshme, dhe që nuk mbaron derisa ne të jemi me Krishtin. Në këtë pasazh ne si krishterë jemi thirrur pra të vrasim mëkatin çdo ditë. Pra nëse ka në gjë që ne duhet vrasim si krishterë, me qëra fjala, është vetëm një gjë që ne Perëndia na lejon që ne duhet ta vrasim më shumë mëkatin. Tani, ndërkohë që ne do të shikojmë sot së bashku këtë mesazh, ju mund të jeni sot këtu dhe keni ndjerë mbase luftën e fortë në jetën tuaj me mëkatin, me tundimin. Dhe ju mund thoni që shpesh herë më shumë keni rënë dhe jeni ngritur përsëri, ose madje sot ju mund të jeni sot këtu dhe mund të ndjeheni i mundur nga mëkati. Mbase ju jeni dorëzuar në luftën ndaj mëkatit, mbase keni hequr dorë. Por, e dini çfarë? Unë ju ftoj sot të merrni zemër nga mesazhi që ne do të shikojmë së bashku, që ju mund ta mundni mëkatin. Ju keni gjithçka që ju duhet për ta mundur mëkatin. Edhe duhet ju kujtoj që Zoti unë Jezu Krisht na thot tek Mateu 12:20, ose thuhet më saktë për Zotin tonë Jezu Krisht te Mateu 12:20 thuhet kështu.
që Zoti unë Jezus nuk do të thërmoj kallamin e thyrë dhe nuk do të shuaj kandilin që bën tym, derisa të mos ketë bërë të triumfojë drejtësinë. Pra ideja kryesore është që ju mund të jeni duke luftuar fort me mëkatin, mbase keni rënë, mbase keni hequr dorë. Krishti ju shikon juve me shumë dëmshuri. Dhe nëse Krishti ju shikon me shumë dëmshuri, kush jam unë që t'ju dënoj? Kush jam unë që të sjell një mesazh dënues ndaj jush? Por megjithatë mesazhi i sotëm flet qartë për mundjen ndaj mëkatit. Ju mund ndjeni i mundur nga mëkati. Unë mund ndjeni mundur nga mëkati. Por megjithatë kjo nuk do thotë që, okay, nuk ka problem, ne mund të vazhdojmë mëkatin. Jo, nuk po them këtë. Por po them që ne sot mund të shikojmë së bashku sot edhe javën tjetër që ne me anë të frymës së shenjtë mund të vrasim mëkatin çdo ditë. Pra kemi gjithçka që na duhet që të mundim mëkatin. Megjithse ne mund të duket sikur jemi mundur. Por keni parasysh Krishti thot që mund të ndjeni si kallam i thyrë, ose si kandil që bëni tym, por Krishti nuk do t'ju thërmoj, as Krishti nuk do t'ju shuaj. Kjo është çfarë thot Mateo 12:20. Por, nga ana tjetër, mëkati është realitet, apo jo? Edhe duhet t'ju drejtohem ju personalisht, nuk u di kush jeni. Duhet keni një parasysh që asnjëherë kur unë dal pak më përpara këtu, nuk përpiqem kurrë që të përgatis mesazhe personale për ndonjë nga këtu që mund të jetë në kish. Por megjithatë, miqtë e dashur, unë duhet t'ju drejtohem, nuk e di kush mund të jetë. Nuk përpiqem nga ana tjetër as t'ju dënoj dhe as t'ju prish qetësinë e jetës tuaj apo të mendjes tuaj. Por, më lejoni të them këtë gjë. Nëse ju nuk e njihni realitetin e mëkatit në jetën tuaj, pra realitetin e betejës në mëkat, në betejës së vazhdueshme të përditshme me mëkatin personal në jetën tuaj të përditshme. Nëse lufta me mëkatin juve ju duket diçka e çuditshme, diçka që nuk duket as realitet, atëherë ka shumë mundësi kjo do thotë që ju nuk jeni besimtar. Qenërit besimtar Jezu Krishtit do thotë që një mirë realitetin e betejës së fortë me mishin dhe me mëkatin në jetën e përditshme. I krishteri është në betejë, në luftë të vazhdueshme të përditshme me mëkatin dhe do të jetë e tillë derisa të jetë me Jezu Krishtin. Ky realitet nuk do ndryshojë. Dhe nëse ju nuk e njihni këtë realitet, ne kaq të them, ju nuk jeni në realitetin e një krishteri, jetë thjesht në realitetin e botës tuaj të imagjinare të një Krishti që ju mendoni se besoni dhe që ju mendoni se e njihni, por nuk është Krishti i fjalës Perëndis. Nuk është Krishti i vërtet. Nuk është Krishti që shpëton me të vërtetë. Megjithatë, mesazhi që ne do të shikojmë së bashku sot nga Romakëve kapitulli 8, vargu 12 deri në 13 është ky. Nëse do ta përmbledhim këtë mesazh së bashku do të ishte ky. Duke pasur vazhdimisht parasysh, pra ideja është që ne vazhdimisht duhet kemi parasysh me fjalë tjera. Çdo ditë, kush jemi dhe çfarë Perëndia ka bërë për ne dhe ne në Krishtin, pra vazhdimisht duke ja kujtuar ripërtërir mendjen tonë vazhdimisht kush jemi dhe çfarë Perëndia ka bërë për ne dhe ne, le të vrasim mëkatin ton personal me anë të frymës, sepse më shumë e vrasim mëkatin ton personal, më shumë do të shijojmë jetën e re shpirtërore që jep frymën e shenjtë, që jep fryma e shenjtë, pikërisht jetë dhe paqe. Nëse doni jetë të vërtet, që ka kënaqësi të vërtet, është pikërisht në atë çfarë ne mund të tërhiqemi, që është betejë me mëkatin. Më shumë afrohemi me Perëndin, më shumë ne njohim jetën dhe paqen e vërtet. Dhe çfarë ne do të shikojmë sot është kjo. Do të shikojmë pra si ta vrasim mëkatin çdo ditë, mëkatin ton personal me anë të frymës. Dhe duhet kuptojmë ose duhet kemi parasysh 4 elemente kryesore të kësaj betejë. Le të shikojmë njëra pas tjetrës. Do të shikojmë sot, vetëm sot,
motivi ynë, pra çfarë motivi kemi ne për ta luftuar mëkatin çdo ditë, pra edhe do të shikojmë që ne jemi borxhlinj. Me qëra fjala jeni borxhlinj, do shikoni ndaj kujt jeni borxhlinj. Do shikojmë pastaj fuqia jon për ta mundur mëkatin. Pastaj do shikojmë synimin ton dhe pastaj do të shikojmë në fund fare shpërblimi ynë. Por nëse në njëri nga ju do mendon sa gjatë do vazhdoj Genci, do të shikojmë vetëm pikën e parë, vetëm elementin e parë sot. Por edhe kështu që le ta shikojmë elementin e parë, si thoni. Pra motivi ynë, pra çfarë motivi kemi ne vërtet për të luftuar mëkatin çdo ditë? Megjithëse dikush do thotë unë do doja më shumë të dija fuqinë, por në fakt kur ne kemi motivin e duhur, kemi fuqinë e duhur. Nëse nuk kemi motivin e duhur, nuk kemi fuqinë e duhur për të mposhtur mëkatin. Kështu që le të shikojmë spari pra motivi ynë. Dhe në vargun 12 vini re që apostulli Paul fillon me prandaj. Edhe çdo fjalë në Bibël ka rëndësi, është fjalë nga Perëndia dhe është rëndësishme që ne t'i trajtojmë çdo fjalë, por vini re këtu, ndërkohë që ne do të shikojmë pra këtë element të parë sot të luftës tonë të përditshme ndaj mëkatit, edhe vini re që ai thot prandaj vëllezër. Këtu kemi një ndajfolje lidhse. Prandaj, edhe çfarë na tregon kjo ndajfolje në fakt lidhse? Na tregon që vargjet 12 dhe 13 çfarë janë? Janë zbatimi i vargjeve 9 deri në 11, në fakt 1 deri në 11 dhe kryesisht ose më saktë në mënyrë të veçantë i vargjeve 9 deri në 11. Dhe vargjet 12 dhe 13 janë nxitje, janë një thirrje për të zbatuar atë çfarë ne kemi parë në këto vargje deri tani. Pra, të vërtetat që ne supozohet që ne kemi kuptuar dhe i kanë bërë pjesë e jetës tonë, tani ai thot si duhen zbatuar këto të vërteta që ne kemi marrë nga vargjet 1 deri në 11. Pra, ideja është kjo këtu. Nëse vargjet 11 janë të vërteta për ne si të krishterë në jetën tonë, atëherë si duhet jetojmë? Çfarë duhet jetë e vërtet në jetën tonë? E vërtet duhet jetë që ne luftojmë mëkatin tonë çdo ditë. Pra kjo është çfarë po na thot apostulli Paul në vargjet 12 deri në 13. Tani, më lejoni t'ju ndihmoj pak, le të shikojmë së bashku çfarë na ndihmon kjo fjala prandaj. Pra tham që fjala prandaj na ndihmon edhe jo vetëm që duhet kuptojmë që si të zbatojmë vargjet 1 deri në 11 dhe në mënyrë të veçantë vargjet 9 deri në 11, por ajo çfarë na ndihmon edhe është kjo që të vërtetat e jetës krishtere nuk janë thjesht për të qenë të vërteta, por janë të vërteta për të zbatuar në jetën tonë të përditshme në çdo fushë të jetës tonë. Sepse ato nuk na janë dhënë thjesht edhe një herë që ti njohim, por që ti zbatojmë. Dhe nëse ne nuk i zbatojmë, ne nuk po i besojmë ato me të vërtetë. Dhe megjithëse ne mund të i besojmë ato si të vërteta që janë të vërteta, por ne nuk po jetojmë sipas këtyre të vërtetave. Ose ne mbase po mendojmë që mjafton të besosh që këto janë të vërteta dhe kjo mua më mjafton. Apostulli Paul thotë jo, kur mos qoftë. Nuk ka të vërteta, thjesht për të besuar të vërteta. Nëse besojmë diçka me të vërtetë, duhet na çojë, thot apostulli Paul, gjithmonë në veprime konkrete, praktike, ose ne nuk i besojmë me të vërtetë, ose nuk i kemi kuptuar siç duhet këto të vërteta. Nuk janë bërë pjesë e jetës tonë me të vërtetë. Pra ne gjithmonë veprojmë, keni parasysh këtë gjë, që ne gjithmonë veprojmë sipas asaj që ne besojmë në të vërtetë. Jeta krishtere nuk është që ne besojmë të vërteta në mendje, si të vërteta, dhe nga ana tjetër ne vazhdojmë të jetojmë nga ana praktike sipas asaj që ne besojmë të vërtetë. Jeta krishtere në fakt çfarë është? Është zbatimi i të vërtetave që ne besojmë praktikisht çdo ditë të jetës tonë, në çdo fushë të jetës tonë. Pra kjo është supozuar të jeta krishtere. Pra edhe një herë, nuk duhet të zgjatëm shumë në këtë pikë, por më lejoni ndihmoj që nëse do ta shikonim jetën tonë si në një rreth, edhe themi unë jam baba, unë jam nën, unë jam nxënës, apo unë jam mësues, unë jam gjithmonë, edhe jam dhe krishter. Jo, nuk shkon në këtë mënyrë.
unë jam i krishterë dhe qenëri i krishterë, të vërteta e qenëri ndikon dhe zbatohet në çdo fushë të jetës tonë të përditshme. Prandaj, fjala prandaj është një paralajmërim i fortë që ne jemi të prirur të ndajmë çfarë ne besojmë me jetën tonë praktike të përditshme. Gjithmonë çfarë ne besojmë duhet të ndikojë në mënyrën se si ne jetojmë çdo ditë, ose ne nuk e besojmë atë me të vërtetë. Prandaj, unë juftoj që ndërkohë që ne do të shikojmë më tutje, unë juftoj që në fakt ne të shqyrtojmë jetën tonë. Ai besojmë gjërat thjesht të vërteta për të vërteta, por nuk jetojmë sipas tyre. Edhe juftoj që në fakt ti besojmë me të vërtetë, pendohemi sot dhe të fillojmë të jetojmë sipas asaj çfarë është e vërtetë për ne, çfarë është e vërtetë për ne. Të jetojmë sipas Ungjillit, sipas fjalës së Perëndis. Pra apostulli Paul po thotë zbatojmë vargjet 1 deri 11. Tani, që ta vrasim mëkatin ton personal, edhe ne do të shikojmë që vrasim me anë të frymës, ne duhet kuptojmë apostulli Paul thotë që ne jemi borxhlinj. Edhe do të shikojmë që në fakt vargu 12 na jep neve motivin për luftuar mëkatin në dy aspekte, në aspektin negativ edhe në aspektin pozitiv. Por nuk do t'ja jap më një herë, por shikoni edhe një vargu 12. Vargu 12 thot, prandaj vëllezër, ne jemi debitor jo të mishit që të jetojmë sipas mishit. Vjen re që thot që ne jemi debitor ose borxhlinj, nëse do ne të themi, pra I kemi borxh dikujt, ose ideja është që thot që nuk kemi borxhlinj ndaj mishit, thot, por ndaj kujt? Do ta shikojmë ndaj frymës. Nëse ai po thot kështu, nëse jam të vërteta, pra gjërat që ne kemi parë herën e kaluar sidomos, vargjet 9 deri 11, atëherë del që ne kemi detyrime jo ndaj mishit, por do të shikojmë që ne kemi detyrime ndaj kujt? Ndaj frymës së shenjtë, ndaj Perëndis. Tani, përpara se në fakt të shikojmë se çfarë kemi parë në vargjet 9 deri 11, pra tre të vërteta kryesore që ne kemi parë nga herë e kaluar, më lejoni të ndihmoj edhe një herë çfarë është mishi. Mishi njerë nuk është ky mishi që ne flasim, por njëse Bibla flet edhe në këtë mënyrë për mishin, por çfarë është mishi? Me lejoni të përpiqem ta përkufizojmë se çfarë është mishi. Ne kemi thënë që mishi është natyra jonë e rënë njerëzore e shkëputur nga jeta e Perëndis. Ose mishi është mënyra se si ne mendojmë dhe veprojmë pa ndikimin e Perëndis në jetën e përditshme. Mishi është të menduar dhe të vepruar sipas standardit dhe vlerave të kësaj jete, ose kësaj bote më saktë, që është në rebelim ndaj Perëndis. Mishi është jeta e njeriu e shkëputur nga jeta e Perëndis. Mishi është njeriu duke jetuar për veten e tij dhe lavdinë e tij. Mishi është jeta e njeriu me dashuri vetëm për veten e tij, duke jetuar vetëm për gjërat e kësaj jete, vetëm për të kënaqur veten e tij. Një njeri që nuk ka dashuri për Zotin dhe nuk ka dashuri për njerëzit e tjerë. Mishi është gjendja natyrore e njeriu me të cilin lind çdo njeri në këtë botë. Është një jetë pa Perëndin. Mishi është parimi mbi cilën funksionon jeta e njeriu që është në mish. Por më lejoni ta ilustroj. Jeta në mish do të ngjasonte, do të ishte si jeta e njeriu në tokë pa diellin. Imagjinoni si do të ishte jeta në tokë pa diellin. Mendojeni një sekond. Nuk ka as dritë dhe nuk ka as nxehtësi. A ka shumë këto janë dy gjërat kryesore që bën dielli. Dhe çfarë do ndodhte në tokë? Në tokë jeta do të ishte e sunduar nga errësira, nga ftohtësia dhe mbase, nuk e dim se do të ishte, po mbase gjallësat e frikshme në tokë, një tokë që mungon drita e diellit dhe nxehtësia e tij. Tani, lidhje ka me jetën e mish. Tani jeta e mish është jeta e rënë e njeriu i vdekur shpirtërisht, është jeta e një njeriu pa Perëndin, siç do të ishte pra jeta në tokë pa diellin. Imagjinoni jetën e njeriu pa Perëndin, pa të vërtetën dhe pa dashurinë e Perëndis, që rrezaton në shpirtin ton të vërtetën e tij, rrezaton në shpirtin ton dashurinë e tij.
Imagjinoni, njeriu i mungon pra nxehtësia e dashurisë së Perëndis, i mungon drita, i mungon e vërteta e Perëndis. Dhe njeriu jeton në këtë botë të rënë nën mallkimin e Perëndis. Jeta në misht, në fakt, është jeta e njeriu nën mëkat, nën vdekje shpirtërore dhe fizike, në një botë të mallkuar nga Perëndia për shkak të mëkatit. Pra jeta e mishit është jeta e sunduar nga vdekja dhe nga mëkati, apo nga vdekja dhe mëkati. Mëkati dhe vdekja, më falni. Pra edhe njerë, çfarë po flasim? Mishi është gjendja natyrore e njeriu derisa Perëndia të vijë në jetën e njeriu dhe ta rilindë atë me anë të frymës së shenjtë dhe ta transformojë natyrën e tij mëkatare në një natyrë të re, me zemër të re, në një njerëz të ri. Pra një krishter çfarë është? Në fakt, më lejon të them diçka. Ju keni shumë prej nesh, ose nuk e di, shumë prej nesh ne mendojmë se ne mund ta bëjmë veten krishter. Lejoni ju them unë që ju nuk mund ta bëni veten të krishter. Kur? As ju, as kush tjetër. Perëndia na ka bërë neve të krishter. Perëndia na ka rilindur neve. Një krishter çfarë është? Është jeta e Perëndis në shpirtin e tij. Perëndia duke ndriçuar dritën dhe dashurinë e tij në zemrën dhe në jetën e tij. Jeta në mish është jeta e njeriu në veten e tij, për veten e tij, për qëllimet e tij, pa Perëndin. Nuk i intereson Perëndin, nëse intereson vetëm për qëllimet e tij. Pra jeta në mish është jeta e njeriu në sferën e tij, të botës së tij, në atë guackën e tij të menduarit dhe vepruarit pa Perëndin në jetën e tij. Një krishter nga ana tjetër është që Perëndia që ka ndryshuar natyrën tonë, e heq njeriu nga vetvete, nga sfera jon e dashurisë për veten tonë dhe për lavdin tonë, në frymën e shenjtë të Perëndis, për Perëndin, për lavdinë e tij, në dashuri për Perëndin dhe dashuri për të tjerët. Kjo është një nga të vërtetat kryesore që ne kemi parë të Romakëve 8, 1-11 në mënyrë të veçantë vargjet 9-11. Tani, me gjithë këtë vërtetë të madhe dhe lavdishme, megjithëse një krishter nuk është në mish, por mishi është nga ana tjetër në të krishterin, dhe do shikojmë më vonë. Megjithëse nuk na sundon më mëkati, nuk jemi më në pushtetin e mëkatit, sepse fryma e shenjtë na ka çliruar neve nga mëkati dhe nga vdekja. Megjithëse ne nuk jemi pra më nën mëkat, e vërteta është që mëkati mund të na sulmojë. Mëkati do të na sulmojë çdo ditë. Do përpiqet të na josh, të na mashtrojë, të na ngurtësojë, por nuk mund të na sjellë më nën veten e tij. Megjithëse ne nuk jemi më në mish, e kemi parë te Romakëve 8 vargu 9, por jemi në frymë. Megjithatë, mishi është veprues dhe i gjallë brenda nesh me dëshirat dhe veprimet e tij. Tani, të kuptuarit e motivit pse unë duhet ta vras mëkatin personal, pra të kuptuarit kryesor çfarë është? Është të kuptuarit që ne jemi borxhli ndaj kujt? Jo ndaj mishit, por ndaj kujt? Ndaj Perëndis. Dhe ideja kryesore është këtu. Më shumë ne kuptojmë se kush jemi dhe çfarë Perëndia ka bërë për ne. Dhe më shumë besojmë këto të vërteta, më shumë ne rritemi si krishterë. Pra ky është thelbi i vargjeve 1-11. Pra apostulli Paul na ka treguar neve në vargu 1-11 kush jemi, çfarë ka bërë Ati, çfarë ka bërë fryma, çfarë ka bërë biri, gjitha këto, dhe çfarë do të thotë kjo e gjitha për ne. Dhe tani ai është duke na treguar neve si ne zbatojmë këto të vërteta në jetën tonë përditshme. Këto janë gjërat e frymës që ne mendojmë dhe me cilët ne jetojmë në jetën e përditshme. Pra, ideja këtu është kjo. Ne këto të vërteta kemi nevojë vazhdimisht të fusim në mendjet tona. Pra nuk mund të themi, okay, po e mora vesh Gens, kjo është e vërtetë. Po besoj, është e vërtetë. Jo, kjo e vërtetë duhet të hyjë thellë në mendjet tona, në shpirtin ton. Janë këto gjëra me të cilët ne duhet jetojmë dhe duhet besojmë në jetën e përditshme. Pra duhet të transformojë jetën tonë ose nuk e besojmë këtë të vërtetë. Pra më shumë ne i kuptojmë këto vërteta, më shumë i besojmë të vërtetat e kapitullit 8, që në fakt kapitulli 8 si fillon. Mbani mend, ne kemi parë tashmë Romakëve 8:1 dhe Romakëve 8:1 është tema në fakt e këtij kapitulli dhe shtjellohet pastaj kjo temë në të tërë kapitullin dhe si fillon kapitulli 8.
Kapitulli 8 thot tani pra nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus dhe mbaron nuk ka asgjë që mund të na ndajë neve nga dashuria e Perëndis që është në Krishtin Jezus Zotin ton. Pra, çfarë kemi parë? Kemi parë që përmes Krishtit dhe në Krishtin ne kemi njohur Perëndin, kemi njohur dashurinë e Tij, kemi hyrë në një marrëdhënie personale me Perëndin dhe apostulli Paul thotë nuk ka më asnjë lloj ndarje me Perëndin, nuk do të na ndaj asgjë nga Perëndia dhe nga dashuria e Tij. Dhe në fakt kjo është e vërtetë e mrekullueshme e Romakëve 8, kjo është e vërtetë e mrekullueshme e gjithë Ungjillit, e gjithë fjalës Perëndis, e gjithë Biblës, dhe në fakt dikush po diskutonim dje, e ka quajtur me të drejtë mendoj, Romakëve 8, kapitullin më të mirë të Biblës. Kapitulli më i mirë mbase i Biblës është Romakëve 8. Por herën e kaluar, thash që ne kemi parë tre të vërteta të mrekullueshme që janë motivi kryesor pse ne duhet të luftojmë mëkatin çdo ditë në jetën tonë të përditshme. Shpresoj që ju i mbani mend, por nëse nuk i mbani mend, edhe unë shpresoj në fakt që ne i mbajmë mend. Pra ne nuk i mësojmë këto të vërteta këtu që ne i trajtojmë thjesht, okay, këto janë të vërteta, edhe shkojnë në shtëpi dhe nuk bëjmë asgjë me këto të vërteta. Të vërtetat janë që ne i marrim, të mendojmë, vazhdojmë të mendojmë, të thellohemi në to, të meditojmë do dhe të themi, okay, çfarë do të thotë kjo për mua, apo jetoj unë sipas këtyre. Megjithatë, le të shikojmë se çfarë kemi parë nga hera e kaluar. Dhe këto tre të vërteta janë motivi ynë kryesor se si ne e luftojmë mëkatin. Dhe e vërteta e parë që na kemi mësuar te vargu 9, kapitulli 8 është kjo. Ne nuk jemi më në mish, por në frym. Kush na hoqi neve nga mishi dhe na vuri në frym, fryma e shenjtë. Ne nuk mund ta heqim veten nga në mish dhe të kalojmë në frym. Të kalosh nga mishi në frym është si thuash unë po shkoj sot në Mars. Ka në një që mund të shkoj sot në Mars? Nuk ka. Edhe të kalosh nga mishi në frym, s'kalon dot. Është fryma që na kalon nga mishi në frym. Është Perëndia që na kalon nga mishi në frym. Pra ne nuk jemi më në mish, por në frym. Pse? Sepse fryma e shenjtë banon në ne, nuk i përkasim më vetes ton, por i përkasim Krishtit, Zotit ton. Pra kjo është e vërteta bazë që kemi në vargun 9. Nuk jemi më në mish, por jemi në frym. Së dyti, e vërteta kryesore tjetër që ne mësojmë në vargun 10 është kjo. Megjithëse duket e gjatë, por është shumë i shkurtër. Trupat tonë po shkojnë drejt vdekjes, por njeriu i ri lindur, por i përtërihet çdo ditë deri sa të jetë ditë me Krishtin. Por ky është versioni i gjatë, por i shkurtër, por i gjatë është në ekran. Meqense Krishti banon në ne me anë të frymës së shenjtë të Perëndis, trupi ynë është i vdekur për shkak të mëkatit, por njeriu ynë i ri, i brendshëm jeton dhe vazhdon të rritet dhe ripërtërihet çdo ditë, dhe kur trupi ynë do të vdes, ky shpirt i rilindur do të shkojë në praninë e Perëndis në gëzim të përjetshëm. Pra trupi ynë do të vdes, por shpirti ynë i rilindur do të shkojë në praninë e Perëndis në gëzim të përjetshëm. Por nuk mbaron kaq, apostulli Paul na thot, trupi ynë nuk do të jetë gjithmonë kështu, i vdekur, por do të ringjallet në një trup të lavdishëm të pavdekshëm me anë të frymës së shenjtë që banon në ne, ashtu siç Perëndia ringjalli Krishtin, po ashtu do të ringjall ne, po ashtu me anë të frymës së shenjtë. 2 herë apostulli Paul thotë Romakëve 8:11 që Perëndia ringjalli Krishtin me anë të frymës së shenjtë. Çfarëdo që është e vërtetë për Jezu Krishtin, do të jetë e vërtetë edhe për ne. Tani, çfarë do të thotë e gjitha kjo për ne? Apostulli Paul po na fton neve të përqafojmë, të thellohemi, të kuptojmë, të meditojmë këto të vërteta në jetën tonë të përditshme. Çfarë do të thotë kjo për jetën tonë të përditshme? Që ne të mundim mëkatin personal, ne duhet kuptojmë, duhet besojmë, duhet jetojmë sipas asaj çfarë është e vërtetë në këtyre të vargjeve, jo sipas asaj çfarë ne mund mendojmë. Tani, le të shikojmë 2 aspektet që kemi përmendur, aspektin pozitiv dhe negativ të motivit ton. Pra në thelb apostulli Paul çfarë po thotë? Ne jemi borxhli ndaj frymës së shenjtë dhe jo ndaj mishit. Ne nuk kemi asnjë lloj detyrimi ndaj mishit për jetën në mish, por jemi në frymë dhe kemi gjithë detyrimin ndaj kujt? Ndaj frymës, ndaj Perëndis. Tani, motivi ynë kryesor, ne jemi borxhli. Ne jemi borxhli ndaj frymës që të jetojmë jetët tona sipas frymës. Pra vjen re. Apostulli Paul thotë
Është një mënyrë interesante si mënyra se si ai flet në vargun 12 thotë, prandaj vëllezër ne jemi debitor thotë, jo të mishit që të jetojmë sipas mishit. Pra vini re, jemi thotë debitor. Jo të mishit që të jetojmë, po debitor ndaj kujt jemi? Borxhli ndaj kujt jemi? Pra kemi detyrim ndaj frymës së shenjtë, ndaj Perëndis që çfarë? Që ka vepruar dhe vepron në ne. Pra, pse nuk jemi më në mish, e përmendim, dhe jemi në frymë, sepse Perëndia na ka hequr nga në mish, na ka vënë në frymë. Po pse? Që të mos jetojmë më në mish, por që të jetojmë në frymë. Pozitivisht, pra, shikoni që ne jemi debitor, jemi borxhli ndaj kujt, ndaj Perëndis, dhe nga ana negative nuk jemi borxhli, do të shikojmë në pikën e dytë, nuk jemi borxhli ndaj nuk kemi asnjë lloj detyrimi ndaj mishit. Dhe çfarë do thotë kjo? Ne jemi të çliruar nga fryma e shenjtë të ecur në lirinë dhe dashurinë që fryma e shenjtë ka sjellë në jetën tonë. Pra më lejoni t'ju kujtoj. Ne jemi borxhli ndaj dashurisë së Perëndisë në Krishtin. Jemi borxhli ndaj punës së Perëndisë në ne dhe për ne. Jemi borxhli ndaj Krishtit që na deshi, që jetoi dhe vdiq për ne. Jemi borxhli ndaj frymës së shenjtë që na rilindi në një njerëz të ri dhe banon brenda nesh. Jemi borxhli ndaj frymës që banon në ne dhe vepron në ne. Pastaj në vargun 4 të Romakëve 8 mësuam që fryma e shenjtë na ka çliruar dhe na ka sjell në çfarë? Na ka sjell tek Perëndia dhe ka sjell dashurinë e Perëndisë në zemrat tona. Fryma e shenjtë është ajo që lëshon nxehtësinë e dashurisë së Perëndisë në zemrat tona. Romakëve 5:5. Fryma e shenjtë na ka dhënë edhe mendjen e Krishtit që lexuam pak më herët sot edhe para Korinthëve 2. Ka sjell të vërtetën e Perëndisë në jetën tona. Fryma e shenjtë ka sjell neve në marrëdhënie personale me Perëndin. Na çon neve në praninë e Perëndisë. Fryma e shenjtë na sjell jetën e Perëndisë në jetën tona. Fryma e shenjtë na fson dhe mundson të bindemi Perëndisë, të mundim mëkatin. Cili është roli kryesor i frymës së shenjtë në qira fjala? Përveç këtyre që përmenda. Në thelbin e vet, roli dhe puna kryesore e punës së frymës së shenjtë është që të përlevdohet Jezu Krishti. Po si përlevdohet Jezu Krishti? Që ne, secili prej nesh të bëhet si Jezu Krishti, të jetojë si Jezu Krishti, të dojë si Jezu Krishti. Pra nëse një gjë që dallon një krishter është rritja. Duke u bërë si Jezu Krishti, dhe në çfarë rritet një krishter? Pra, a keni menduar se në çfarë rritet një krishter? Shikoni pak te 2 Tesalonikës kapitulli 1, vargjet 3 deri në 4 që keni në ekran. Apostulli Pauli shkruan kësaj kishte dhe i thotë, ne kemi për detyrë thotë ta falenderojmë gjithnjë Perëndin për ju o vëllezër, sikurse është fort e drejtë, sepse besimi juaj po rritet shumë dhe dashuria e secilit prej nesh, secilit prej jush për njëri tjetrin, po tepron. Ai sa ne vet po krenohemi me ju në kishët e Perëndisë për qëndresën tuaj dhe për besimin në të gjithë përndjekjet dhe vështirësitë që po hisni. Pra vini re, çfarë shikojmë nga ekrani? Çfarë shikojmë nga këtë vargje? Besimi i tyre në Perëndin po rritej, dashuria e secilit besimtar po rritej për njëri tjetrin, pra vini re secilit prej tyre dhe madje po rritej shpresa e tyre tek Perëndia ku në mes të sprovave, në mes të vështirësive. Ata po rriteshin. Në dashuri për Perëndin, në dashuri për njëri tjetrin, në dashuri për njerëzit e humbur, besim, dashuri, shpresë. Pra i gjithë roli i frymës së shenjtë në jetën tonë cila është? Është që të njohim Perëndin më mirë, të njohim më shumë dashurinë e Tij dhe që të përjetojmë më shumë dashurinë e Tij dhe kjo dashuri nga ne të rrezatojë ndaj njëri tjetrit dhe të ngrohim njëri tjetrin dhe kjo dashuri të shkojë tek njerëzit e tjerë të humbur. Të duam ashtu siç deshi Krishti. Në fakt, shkoni, le të shkojmë së bashku tek Galatës dhe kapitulli 5, edhe aty apostulli Pauli na tregon edhe një herë rolin dhe punën e frymës së shenjtë në jetën e besimtarit. Pra duhet kuptojmë synimin dhe çfarë po synojmë me jetën tonë në mënyrë që ne të kuptojmë se çfarë është ajo me të cilën ne luftojmë. Galatës dhe kapitulli 5. Në fakt nuk do lexojmë të gjitha këto vargje, por do të ndalem në disa vargje kryesore. Shikoni si fillim vargun 13. Sepse thot ju o vëllezër, thot u thirrët në liri. Pra ne jemi si krishterë jemi të lirë apo jo? Por shikoni çfarë thot. Por mos e përdorni këtë liri si një rast për mishin,
por përmes dashurisë ti shërbeni njëri tjetrit. Çdo më thënë ta përdorish lirinë për mishin. Keni menduar ndonjëherë? Do thotë mos e përdor lirinë për mishin, do thotë mos e përdor për veten tënde. Nuk të është dhënë liri për të qenë ti i lirë për veten tënde, por i lirë për çfarë? Për çfarë? Përmes dashurisë do ti shërbeni njëri tjetrit. Ne jemi të krishterë për të dashur njëri tjetrin, realisht, konkretisht, me veprime konkrete, shpirtërore dhe fizike. Kjo është çfarë po thot apostulli Paul. Dhe vini re, çfarë po bën fryma e shenjtë? Dhe ai është duke folur tani në vargu 16 me radhë, për çfarë? Për flet për frymën e shenjtë. Shikoni vargun 16. Por po themi esti në frymë dhe nuk do të përmbushni dëshirat e mishit. Çfarë janë dëshirat e mishit? Me qira fjala. Dëshirat e mishit do thotë jetosh për veten tënde, duke pasur në qendër të jetës tënde veten tënde, lavdinë tënde, famën tënde, gjërat e jetës tënde, gjërat e kësaj bote, duke kënaqur vetveten, duke bërë gjithçka për veten tënde. Apostulli Paul thotë po jeton në mish. Dhe çfarë? Po jeton për veten tënde. Të jetosh në mish do thotë jetosh për veten tënde, por vini re. Dhe eci në frymë dhe nuk do të përmbushin dëshirat e mishit, sepse mishi ka dëshira kundra frymës dhe fryma ka dëshira kundër mishit dhe kundërvjen njëra tjetrës që të mos bëni ato që doni. Çfarë po bën fryma e shenjtë në jetën tonë? Pse banon fryma e shenjtë? Që të na mundsojë, na asojë neve që me veprime konkrete të duam njëri tjetrin konkretisht, duke u kujdesur shpirtërisht për njëri tjetrin dhe duke u kujdesur për shpirtërisht nga ana fizike dhe njëkohësisht duke treguar dashuri konkrete me veprime konkrete ndaj njerëzve që Perëndia ka dhënë në jetën tonë të përditshme. Kjo është jeta krishtere me qira fjala. Kjo është jeta krishtere. Kjo është çfarë po bën fryma e shenjtë në jetën tonë. Pra, tani shikoni ju lutem vargun më tutje, shikoni çfarë është fruti i frymës. Fruti i frymës është çfarë? Dashuria, gëzimi, paqja, zemërgjësia e gjitha më radhë. Pra në thelb është dashuria për Perëndin dhe dashuria për njëri tjetrin dhe për njerëzit e tjerë. Por le të përpiqemi ta mbyllim, e di që po na mbaron koha, por kemi parë që ne nuk kemi borxhli që jemi borxhli në fakt ndaj frymës, që jetojmë jetën tona sipas frymës, pra të jetojmë në frymë, dhe tani ne nuk jemi debitor ndaj mishit për të jetuar sipas mishit. Më lejoni t'ju them shkurtimisht. Kemi dy nënkuptime këtu. Nënkuptimi i parë është që mishi, e kemi thënë tashmë deri tani që është akoma i pranishëm në ne, por ne nuk kemi detyrim ndaj tij, nuk kemi asnjë detyrim ndaj mishit. Por nga ana tjetër mishi zgjohet brenda. Mishi ka dëshirat e tij. Do thotë që ne luftojmë me mishin, por nuk do thotë që ne kemi detyrim ndaj mishit, as nuk do thotë që ne na ka mundur mishi sepse mishi brenda nesh ka dëshira të forta, thunduese apo dëshira të tjera. Tani, a besoni ju të vërtetat e vargjeve 1 deri 11, sidomos vargjet 9 deri 11, dhe apo jetojmë ne sipas këtyre të vërtetave? Falni se kthyem mbrapsht. Me lejoni t'ju jap një ilustrim përpara se të sillim këtë pjesën e përfundim. Në Amerikë, mbas heqjes së ligjit të sklavërisë, një pronar mbas vdekjes së tij kishte lënë një prej ish sklavërve të tij një shumë të madhe, në fakt që është një shumë e madhe në atë kohë, $50,000. Mbas vdekjes, avokati i pronarit e kontaktoi sklavin dhe i tha që ai kishte trashëguar një shumë prej $50,000 dhe shuma për të ishte e vlefshme e gjitha në bankë dhe ai mund të merrte sa të donte ose të gjitha. Kaloi kohë dhe ai nuk po tërhiqte asgjë dhe njerëzit e bankës bitën, ai ka $50,000 dhe e shifnin se si jetonte dhe e thirrën dhe i thanë: "Ti ke tërë këtë shumë dhe mund ta përdorësh për çfarë të duash dhe sa të duash." Ai u mendua, e dini çfarë i tha? "A mund të tërheq ta vetëm $1, tha, për të blerë një bukë sot, tha." Ai gjitha ishte $50,000 që ishte aty. Ai tha, "Mund të tërheq ta $1 sot. Blej një sot bukë." E di çfarë na kujton kjo? Na kujton që kam frikë se ne po jetojmë si ky sklavi, pa menduar fare se kush jemi dhe çfarë jemi në të vërtetë dhe çfarë Perëndia ka bërë në jetën tonë. Dhe në ne, si po jetojmë ne?
apo meditojmë ne mbi këto të vërteta të mëdha dhe thellohemi në to dhe po jetojmë si të bekuar nga Perëndia shpirtërisht me gjitha bekimet shpirtërore, a mendojmë neve që jemi borxhli ndaj mishit, apo ndaj dashurisë së Atit që dha birin për ne? A mendojmë që jemi borxhli ndaj dashurisë së birit që sakrifikoi veten e tij për ne, ndaj frymës që dha hirin të pendohemi dhe të besojmë te Jezu Krishti, ta njohim Perëndin dhe të njohim hirin e tij? Vëllezër dhe motra, fryma e shenjtë çfarë ka bërë? Ka derdhur dashurinë e Atit në zemrat tona, që ta duam Perëndin dhe të duam njëri tjetrin, dhe fizikisht edhe shpirtërisht, e gjitha me radhë që unë i përmenda. Por pyetja është, a besojmë thjesht që ka një Perëndi, apo besojmë me të vërtetë tek Perëndia? Ne mund ta besojmë në Perëndin, por mund të mos besojmë Perëndin. Pra ideja është kjo këtu. Duke kujtuar çfarë Perëndia ka bërë për ne, dhe në ne, duke kujtuar se kush jemi dhe çfarë jemi, Perëndia na fton neve sot të pendohemi nga dashuria jonë për veten tonë dhe ta vendosim dashurinë për njëri tjetrin, për veprime konkrete, kujdes konkret shpirtëror e gjitha më radhë. Perëndia na fton ta tregojmë dashurinë e tij në kish me dikë. Perëndia ju fton mbase sot të takoni dikë që ju nuk i keni folur asnjëherë. Me dikë që ju nuk flisni shumë, me dikë që ju nuk e dini madje se çfarë po ndodh në jetën e tij shpirtërore apo në jetën e tij, me dikë që mund të ketë një nevojë dhe Zoti po ju fton juve për të plotësuar nevojën e tij apo të saj. Perëndia na fton sot neve në dashurinë e tij që na i ka derdhur në zemrat tona, të tregojmë dashurinë tonë me dhuntit që ne kemi shpirtërore, duke shërbyer njëri tjetrit, duke kujdesur për njëri tjetrin nga ana shpirtërore, për të dhënë hir njëri tjetrit, për të sakrifikuar për njëri tjetrin, siç sakrifikoi Krishti për ne. Zoti na fton të ndajmë dashurinë e tij gjatë javës, duke marrë në telefon ata që nuk janë sot. Ku janë vëllezërit e tjerë dhe motrat e tjerë sot? Pse të mos ta tregojmë dashurinë e tyre? Çfarë ka ndodhur që nuk janë sot me popullin e Perëndisë? Pse nuk janë sot me ne? Ai na fton ne të ndajmë dashurinë me njëri tjetrin në kohën javore, në grupe të vogla. Të mblidhemi së bashku, të shikojmë fjalën e Perëndisë së bashku, të rritemi së bashku. Na fton neve që të ofrojmë në kish shërbesën tonë, me dhuntin që ne kemi. Na fton të ndajmë dashurinë e tij duke u lutur për njëri tjetrin, duke u lutur për familjarët dhe njerëzit tanë të afërm që të shpëtohen. Zoti na thret të ndajmë dashurinë e tij në mënyra konkrete. Zoti na fton të ndajmë dashurinë e tij me anë të frymës së shenjtë jashtë kishës, për njerëz që mund të kenë dëshirë ose mund të kenë nevojë thjesht i dëgjojë dikush. Nuk u flet, janë njerëz që kanë rënë në dëshpërim, njerëz që kanë nevoja të ndryshme. Zoti na thret që me dashurinë e tij të njohim dikë, të ndajmë lajmin e mirë shpëtues Perëndis. A nuk besojmë që lajmi më mirë është gjëja më e mirë që ata kanë nevojë? Pse mos të ndajmë me ta? Zoti na fton të ndajmë dashurinë e tij në familje, në shkollë, në punë, në rrugë, në kudo. Zoti na fton dashurinë e tij duke u lutur për këtë kom të pendohet, për këta drejtues. Gjëja më e parësore që ne bëjmë si duke filluar unë i pari, duke ankuar për politikanët. Dini çfarë? Gjë sa herë të ndohemi të ndohemi për të ankuar për këtë shtet, për këtë vend apo gjithçka, është gjëja më e mirë është të ndalojmë, të ripërtërim mendjen, të mbajmë mend kush jemi dhe ne kemi një armë, kemi lutjen dhe kemi fjalën e Perëndisë. Le të pushojmë sa ankuari, le të fillojmë të lutemi. Le të shikojmë se çfarë do të bëjë Perëndia për lavdinë e tij. Zoti na fton të dashurinë e tij me anë të frymës me atë njerëz që po vuajnë. Nëse e kemi njohur dashurinë e Perëndisë për ne me anë të frymës së shenjtë, që fryma e shenjtë derdh dashurinë edhe gjithçka që bën në jetën tonë, është me anë të frymës së shenjtë. Dashuria e Perëndisë na shtrëngon, thot apostulli Paul, 2 Korintë 5, vargjet 15 dhe 21. Për çfarë? Të duam Perëndin, të duam njëri tjetrin. Po nga kush vjen? Nga fryma e shenjtë. Por më lejoni t'ju bëj edhe një pyetje tjetër. Vëllezër dhe motra, gjithashtu, a nuk do të donim ne të lexonim fjalën e atij që na deshi neve para themelimit të botës? A nuk do donim të lexonim fjalën e atij që nuk kurseu as birin e tij për neve? A nuk do të lexonim fjalën e atij që sakrifikoi jetën e tij për ne? A nuk do donim ne të lexonim fjalën e atij që solli lirinë nga mëkati, nga vdekja, nga vetja, nga bota, nga djalli? A nuk do donim të lexonim fjalën e Perëndisë së shenjtë që frymës së shenjtë që banon brenda nesh? A nuk duam ta njohim atë që banon brenda nesh? A nuk duam të lexojmë fjalën e atij që nuk na braktisën edhe kurrë?
A nuk do donim ne të lexonim fjalën e Atij që na bind neve për mëkat, që na shëntëron, që na drejton, që na mban neve që të mos bijmë në mëkat? A nuk do të donim të lexonim fjalën e Atij që na dhuroi shpëtimin, që na shpëtoi, që na dëshmon që ne jemi bijtë e Perëndis, që ndriçon mendjet tona, që na bën të njohim të vërtetën e Perëndis? Fjalës së Tij na bën të përjetojmë hirin e Perëndis, bashkësinë me Perëndin, jetën dhe paqen me Perëndin. A nuk do donim të lexonim fjalën e Tij? A nuk do doni të lexoni fjalën e një personi që ju ka dashur juve kaq shumë dhe nuk do doni të dini çfarë ka shkruar ai për juve? Gjithë fjala e Perëndis, edhe paralajmërimet më të forta, vëllezër dhe motra, edhe paralajmërimet më të forta në fjalën e Perëndis kundër mëkatit janë paralajmërime të dashurisë së Tij. Kur unë shikoj djalin tim duke tentuar të fusë gishtë të rinj në prizë, i them mos. Çdo paralajmërim që është në fjalën e Perëndis, çdo nxitje, çdo gjë vjen nga dashuria e Atit, e Birit dhe e Frymës së Shenjtë, është dashuria e Tij që na nxit, na paralajmëron, na thret. Dhe nuk do të donim ta dëgjonim në atë. Vëllezër dhe motra, dashuria e Tij është derdhur në kryq, gjaku i Tij është në kryq, rrodhi aty për ne. A duam prova më të mëdha të dashurisë së Tij? A duam diçka më shumë prej Tij? Por te buletini keni edhe një citim shumë të bukur. Pra, çfarë është motivi ynë që ne duhet ta mundim mëkatin? Edhe ky është një citim nga një autor i njohur, një puritan, edhe që ka shkruar shumë mbi mposhtën e mëkatit, edhe unë ju inkurajoj ta lexoni këtë libër. Ju që dini anglisht, kemi edhe një version të shkurtuar në shqip të këtij libri. Por shikoni si mendon ai për mëkatin. Shikoni si e lufton ai mëkatin. Edhe unë juftoj kjo të jetë gjuha me cilën ne luftojmë mëkatin. Jo gjuha, babo, do të më dënoj Perëndia mua. Por shikoni çfarë thotë ai. E keni në mesin e buletinit, në faqen poshtë. Shikoj çfarë thotë ai. Çfarë kam bërë unë? Pra si mund ta bëj unë këtë gjë thotë? Çfarë dashurie, çfarë mëshire, çfarë gjaku, çfarë hiri që unë kam përçmuar dhe shkelur? A është kjo çfarë i kthej Atit për dashurinë e Tij, ndaj Birit për gjakun e Tij, ndaj Frymës së Shenjtë për hirin e Tij? A ja shpërblej kështu unë Zotit? A kam ndotur zemrën që Krishti vdiq për ta larë, për ta pastruar? Çfarë mund t'i them të dashurit tim, Zotit tim Jezus? A ka kaq pak vlerë bashkësia ime me të? A do ta zhgënjeja pikërisht qëllimin e vdekjes së Krishtit? Krishti vdiq në kryq për ne, që ne të jetojmë si bijtë e Tij, si bijtë e Perëndis. A mund unë të vazhdoj më në mëkat, në mëkatin që çoj në vdekje birin e Perëndis, që çoj në vdekje atë që vdiq për mua? A mund të mëkatoj më ndaj Tij? Vini re si ai e vret mëkatin. Ky është motivi që vret mëkatin. Që ne të jetojmë në frymë vazhdimisht, duhet mendojmë dhe duhet sjellim këto të vërteta vazhdimisht në mendjet tona të përditshme. Dhe thellohemi, meditojmë në këto të vërteta. E dini çfarë? Do të shikojmë herën tjetër. Kënaqësia, jeta, paqja e Perëndis do të jetë në zemrën tuaj. Nuk ka kënaqësi më të madhe. Kjo botë nuk mund të ofroj asnjë lloj kënaqësie, asnjë lloj dashurie, asnjë lloj paqe, asnjë lloj jete që ofron Perëndia. Ju mund të jeni duke kërkuar dashurinë në krahët e bashkëshortës, apo në krahët e bashkëshortit, në krahët e dikujt që ju po prisni si një princ i kaltër që do vinë në jetën tuaj, në gjërat e kësaj bote, apo ju po kërkoni lavdin diku. Por e dini çfarë, të gjitha këto gjenden tek Perëndia dhe vetëm tek Perëndia. Të gjitha gjenden tek Perëndia. Edhe lejoni ta mbyllim sot, di që kam kaluar çdo normë për sa i përket kohës, por doja ta mbyllja sot me Galatësve kapitulli 6. Vargjet 7 deri në 10 dhe do ta mbyllim. Galatësve kapitulli 6, vargjet 10 deri në 7 deri në 10. Dhe shikoni çfarë thot apostulli Paul. Mos u gënjeni.
Mos u mashtroni. Perëndia nuk vihet në lojë. Sepse ç'të mbjell njeriu, atë edhe do të korrë. Është e qartë apo jo? Nëse kemi mbjell misër do korrim, apo jo, si mendoni? Nuk ka ndodhur ndonjëherë që njerit kanë mbjellur lakra edhe kanë dalë grur, nuk e di. Provojnë ndonjëherë, por nuk ndodh kur. Nëse ne mbjellim, thot apostulli Paul, vini re çfarë thot? Sepse ai që mbjell në misht e tij, pra ai që jeton për veten e tij, do të korrë nga mishi i tij prishje. Por ai që mbjell në frym, do të korrë nga fryma i jetë të përjetshme. Edhe ai thot, çfarë është në fakt ecja në frym? Çfarë do të thotë të mbjellësh në frym me qira fjala? Shikoni, ajo thot në vargjet 9 dhe 10. Le të mos ligështohemi duke bërë të mirën. Sepse po të mos ligështohemi, do të korrim në kohën e vet. Pra le të ngullim duke bërë mirë, treguar dashurinë ndaj kujt thot. Prandaj thot, si të kemi kohë, le të bëjmë të mirën ndaj të gjithëve. Pra ai na thret neve të jetosh në frym, të mbjellësh në frym, do të thosh që jeta jon të jetë dhënë për të tjerët, thot ta bëjmë të mirën ndaj të gjithëve, por më shumë atyre që janë pjesëtarë të shtëpisë besimit. Më shumë pjesëtarë të kësaj familje. Vëllezër dhe motra, nëse ju jeni antarë të kësaj kishe, kjo është familja juaj. Që do thotë që kohën tuaj më të madhe duhet ta kaloni me familjen tuaj, dhe jo me besimtarë të kishave të tjera, me qira fjala. Unë nuk kam asgjë me kisha të tjera. Janë vëllezërit tonë, por parësore, nëse jeni antar i kësaj kishe, përkushtimi juaj, jeta juaj është për spari në këtë kishë. Nuk po them që mos t'i takojmë fare ata. Por është familja. Kjo është familja që Zoti na ka dhënë së bashku për të rritur së bashku. Koha jon, përkushtimi jon, është spari ndaj kësaj familje. Parësore, është kjo familje. Kjo është çfarë thot fjala e Perëndis, nuk e them unë. Prandaj secili prej nesh duhet të shurtoj veten e tij përpara Zotit. Të mbjellim në frym dhe do të korrim në frym. Por nëse do të mbjellim në mish, do të korrim në mish. Kjo është çfarë thotë fjala e Perëndis, le të dukemi së bashku. Vati dashur vërtet, ne duam të falenderojmë për të vërtetat e tua të mrekullueshme, për gjithçka që ti ke bërë për ne dhe ne. O Zot, për dashurinë tënde të pafundme të përjetshme në Krishtin Jezus, që na zgjodhi, që na thirri, që na shfaqsoi, që na shenjtëron dhe që do na përlevdoj një ditë. O Zot, ndihmoneve që këto të vërtetat bëhen pjesë e jetës tonë, të jetojmë sipas tyre. O Zot, një dëshirë ne kemi. Një lutje ne kemi tani, Zot, që të njohim ty më mirë, të njohim më shumë dashurinë tënde, dhe e dashuria e derdhur në zemrat tona përmes frymës së të shenjtë. Të rrezatojë, Zot, tek gjithë njerëzit që janë në jetën tonë për lavdinë tënde. Të lutemi për gjitha këto gjëra në emrin e çmuar të Krishtit. Amen.